Kryeministri Edi Rama ka thirrur mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Territorit për të prezantuar në mënyrë të detajuar projektin e stadiumit kombëtar Qemal Stafa, por edhe për t'u përgjigjur kritikave për ekzistencën e kullës në projekt dhe zhdukjes së fasadës ekzistuese të stadiumit, duke e etiketuar si turp, gërma dhe pazar ordiner stadiumin aktual. Rama mbrojti projektin e ri i pëlqyer sipas tij edhe nga UEFA dhe renditi këto arsye pse ishte pro kullës në stadium. Kulla në këtë rast nuk është absolutisht spekulim për të fituar metra katror. Kulla është një element i kërkuar me këmbgulje nga arkitekti dhe nga studioja si element ikonik i projektit të stadiumit ri. I jep stadiumit një shenjë domethënëse dhe tërheqëse si pjesë të vetëm. Kryeministri garantoi se fasada e stadiumit do të ruhet për të mbrojtur traditën. Gerardo Bozio do të ruhet. Ajo pjesë e pazarit atje që është autentike do të ruhet. Sipas Edi Ramës, projekti krijon edhe më shumë hapësirë publike për qytetarët. Stadiumi tërhiqet në dy anët, në të dy këndet anësore dhe krijon dy hapësira për publikun. Edhe kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, doli në mbështetje të projektit. Është e pamundur që të kënaqë mendimet e të gjithëve. Por asnjë s'ka drejt i heqit drejtin në mendimit gjithkujt dhe të mundohemi maksimalisht të reflektojmë ato vërejtje që janë logjike. Përfaqësuesi i studios arkitekturore Arkea që ka projektuar stadiumin, vlerësoi debatet që janë ngritur që nga paraqitja e projektit. Shumë mirë, po jam i kënaqur që është hapur një debat mbi këtë temë. Nëse debati është konstruktiv, pranohet gjithmonë, na vjen keq, mbase nuk kemi arritur të lexojmë, të kuptojmë disa çështje që na janë sjellë përpara, po vërtet ne jemi shumë të gatshëm që të kemi një bashkëbisedim konstruktiv edhe me grupet që janë ngritur paksa kundër këtij projekti. Vlera fillestare e projektit është parashikuar të jetë 50 milion euro, por kryeministri Edi Rama paralajmëroi se ky buxhet ndoshta do të jetë i pamjaftueshëm, çka e kthe në domosdoshmëri bashkëpunimin me privatin, pasi as qeveria dhe as FSHF nuk do t'ia dilte vetme të ndërtonte një stadium të këtyre përmasave dhe kaq të kushtueshëm.